E nderuar zonja kryetare e Kuvendit, të nderuar kolegë deputet, të nderuar qytetarë që na ndiqni. Shqipëria është pararojë e integrimit evropian. Nuk e them unë. Kjo u tha dje me zë të lartë nga të gjithë antarët e Komisionit Jashtëm të Parlamentit Evropian. E thanë me progres raportin më të mirë që kanë miratuar ndonjëherë dhe doja çojnë seancës plenare për miratim. E thanë me gjuhën e shifrave, e thanë me gjuhën e vlerësimit institucional, e thanë me gjuhën e standardeve europiane, ashtu siç din ta thonë ata. Pra, të nderuar kolegë, të nderuar qytetar, ne shqiptarët nuk jemi më bishti i Ballkanit. Jemi kreu i Ballkanit në paradhomën e europianët. Pra, jemi aty ku nuk kemi qenë kurrë. Dhe kjo vjen për shkak të palëkundshmërisë, thot deklarata për shtypje tyre, e punëve që ka bërë Shqipëria dhe e vizionit integrues europian të kësaj shumice qeverise në Shqipëri. Ky është një moment jashtëzakonisht i rëndësishëm. Në seanca e sotme është e rëndësishme, jo vetëm seanca e parë që ne rikthehemi për diskutuar projekte pas zgjedhjeve, por sepse duhet të ndajmë mirë rrugët. Projektet që vinë sot janë projekte pune. Të gjitha gjërat që do diskutojmë sot janë akte, siç është edhe biodiversiteti, një nga sfidat botërore, europiane, që ne shqiptarët vlerësohemi përsëri nga Bashkimi Evropian, që po ndeshemi bashkë me ta, siç po ndeshemi me migracionin, siç po ndeshemi pra me klimën, siç po ndeshemi me energjinë, janë pjesë të raportit. Dhe kjo është njëra rrugë, rruga e punës. Ndërkohë që kemi dhe një rrugë tjetër që është rruga e fantazive të rënimit, me profetët e rënimit, ku çdo gjë është e rënuar, ku çdo gjë ka marrë fund. E ndaj sot, ndërsa ne flasim për biodiversitetin, për punësimin e të rinjve, për energjinë, për ekonominë shqiptare se si duhet vazhdoj të rritet, për turizmin, alternativa që sjell kjo shumicë është një marrëveshje si kjo, që ne nënshkruajmë, që marrin pjesë në një konvent, është një marrëveshje siç do të diskutojmë më pas me Bashkimin Evropian, konkrete. Pra janë partneritete strategjike të kësaj qeverie me Kombet e Bashkuara, Bashkimin Evropian, me vendet të Bashkimit Evropian. Janë investime në rritje kapacitetesh, aftësi, punësim, janë mbështetjet për të rinjt, për shkak se atë gjë presin, të paktën atje ku unë kam shërbyer këto 4 vjet edhe kam qenë këto 6 muaj për ditë. Presin punën, presin serën, presin agrobiznesin, presin ndihmën konkrete që mundet të vijë nga një shumicë që është duke bërë këto marrëveshje me Bashkimin Evropian. Ndërkohë, çfarë dëgjojmë? Asnjë plan, asnjë shifër, asnjë program, zero plan, zero shifër, vrer, tym, mallkim. Vrer, tym, mallkim. Narkoshtet, thot ai madhështori. Kampione e integrimit europian, thot Shideri. Narkoregjim, thot Flamuri. E para në fuqizimin e sundimit të ligjit në Ballkanin Perëndimor, thot Mekalisteri. Po, narkodiktatur, thot Gazi. Shqipëria, vendi lider në integrimin europian, thot Komisioni i Politikës së Jashtme të Bashkimit Evropian. Ky është kontrasti i vërtet, të nderuar qytetar, kjo është ndarja sot, të nderuar kolegë,
Pra nga njëri krah një Shqipëri që firmos marrëveshje me Bashkimin Evropian dhe nga krahu tjetër. Po është e vërtet, është firmosur diçka, e cila po dyshohet dhe e cilësoj, nuk them që e ka vjedhur sepse ato do ta thotë drejtësia, po është firmosur kompleksi Partizani. Po dyshohet një njeri që ka marrë një pronë publike dhe për shkak të hallit të vet që ka, merr dhe gjithë baltën që i kanë hedhur shqiptarët, edhe si e kanë përbërë, ja hedh Shqipërisë. Dhe atë gishtin që kolegu im i nderuar na e tregoi neve, në fakt ja u kishte treguar më parë partisë vet, sepse ja u tregoi primareve të tyre. Po, janë vjedhur vota, janë vjedhur në primaret e Partisë Demokratike dhe e di çdo demokrat këtë gjën. Po, është vjedhur jeta e 4 qytetarëve të pafajshëm në bulevard dhe këtë e pa çdo shqiptar ditën me diell. Patjetër. Po, është vjedhur shpresa e të rinjve, të cilët sot presin të zgjedhin midis punës dhe dinjitetit dhe jo midis depresionit që ofroni juve. Patjetër. Po unë besoj ndryshe, kolegë. Unë besoj që Shqipëria është tokë e premtuar, jo tokë e mallkuar. Unë besoj që ky vend që neve na ka dhënë Zoti, me motin, me pjellorin, me njerëz fantastik, punëtor, që punojnë nga mëngjesi deri në darkë, nuk meritojnë që të rinë duar kryq kur Shqipëria baltoset dhe kur Shqipëria krahasohet me laviret e rrugës. Dhe ndaj, kjo është zgjedhja që ne duhet të bëjmë sot. Kjo është zgjedhja sepse fshati nuk duhet që të mbetet si muze, po duhet jetë e ardhmja në këtë drejtim, ashtu siç po bën kjo shumicë dhe ashtu siç është përmendur në këtë kuvend prej shumë kohësh. Sot, të nderuar kolegë, ne kemi mundësi që të tregojmë se Shqipëria është mision, se Shqipëria është udhëtim, se Shqipëria është një beslidhje me të ardhmen. Dhe Shqipëria nuk ka nevojë për mallkim dhe nuk ka nevojë për sharrje. Prandaj unë mbështes të marrëveshje dhe gjitha ato marrëveshje tjera, jo si letra teknike, por si shprehje e qartë e një vullneti politik të një Shqipërie që ecën, nuk përplaset, të një Shqipërie që punon, nuk shpif, të një Shqipërie që ndërton, nuk mallkon. Ndaj sot lutja ime është që Zoti ta bekojë Shqipërinë, shqiptarët, të rinjt, natyrën e saj, të na ndriçoj të gjithë neve që sot, po dhe ata që do të vinë muaj më pas dhe që marrin përgjegjësi dhe diskutojmë dhe vendosim në këtë kuvend, të na ndriçoj mendjen dhe ta ruaj Shqipërinë nga ata të cilët janë të gatshëm ta djegin se nuk e qeveresin dot. Faleminderit.